Përshëndetje gjithëve, përshafime në naqalë, ndërime shqiptarë dhe bashkëshortë në Demashi. Përshëndetje konzulli i Republikës Kosovës, Vigan Berisha. Përshëndetje shokët burgjeve, ushtarë të shekes, gjithë pjesëmarrësve. Këto burgjet, na mbytën këto burgjet, edhe para Demashit, që e kriju një simbol. Recep Taku, Yusuf Recepi, Janus Bulli, Shqiptar Ibra, Riz Ymeri, Hasan Riza, Sak Faslia, Balalia, Rashid Gorani, Rushtip Bojku, Hajrullah Gorani, Nezir Gashi, Muhamet Ibra, sa burgosur ishin që e krijon simbolin. Simboli është Adem Demashi. Sot nuk përkujtojmë vetëm një njeri, përkujtojmë një epokë që frymojë një qendres. Baca Adem ishte ndërgjegje e gjallë e një populli që refuzoi të heshte. Vitet e gjata të burgut nuk e thyen, ato e forcuan. Ai zgjodhi dinjitetin para frikës, të vërtetën para kompromisit dhe lirinë para rahatisë. Në këtë 90 vjetor me ndërim të thellë kujtojmë dhe bashkëveprimtarët dhe të përndjekur që ecën në të njëjtën rrugë sakrifice. E për se cilin prej 880.000 antarëve të familjeve tona e tyre që thurim kujtime lavdi, ata nuk ishin thjesht emra në listat përsekutimit. Ata ishin njerëz me familje, me ëndra besimit, liri, burgjet, dhuna dhe padrejtësit, nuk arrit të thynin fare idealin. Në këtë përvjetor, në përkujtim para një brezë të tërë që zgjodhi sakrifisën dhe dheun, ne përkujtojmë jo vetëm një figurë, por një varg të gjatë të qendrëstarësh që mbajtën gjallë frymën e kombit. Erdhën të liria, shlirimi, por na mungon edhe diçka tjetër, drejtësia edhe ligji. Besoj si me manetin e Bacit Adem do të arrisim edhe të drejtësi e ligj. Ne nuk përkujtojmë vetëm një njeri, përkujtojmë edhe një epokë që frymoi qendresës. Baca Adem nuk ishte thjesht simboli i rezistencës. Ai ishte ndërgjegje e gjallë një populli që refuzoi të heshte, vitet e gjatë të burgut që nuk e thyen, por e forcuan. Ai zgjodhi dinjitetin para frikës, të vërtetën para kompromisit dhe lirinë para rahatisë. Në kohën e vështira ai mbeti palë kundër, në kohën lirie mbeti i thjeshtë. Kjo ishte madhështia e tij. Sot përkullim me respekt para veprës dhe sakrificës tina, trashëgimia e Bacës nuk matet me fjalë, por me frymën që la pas, frymën e guximit, drejtësisë, dashurisë për dheu. Lavdi i jetës dhe veprës së tij, kujtimi i tij mbet në dritë për brezat që të vinë. Por poezi për Bacin Adem. Në 90 vjetorin e lindjes, nuk ishte veç njeri, ishte një zon, ishte betim, ishte dritë në terë. Burgu që se mbylli, hekur që se theu, vite që se lodhen, fjala që mbeti zjarë. Ai foli kur heshtja blihej, ai qëndroi kur friga sundonte. Kosovën e buzët e tij s'ishte vetëm tokë, ishte dinitet, ishte republikë në zemër. 3 dekada pranga, por shpirt i lirë, trupin që li për kombin e këmbë. Ai nuk kërkoi lavdi, as pranë, as dur trokitje, veç të drejtën për liri. Dhe kur ra nata e fundit, nuk u shua drita, u shpërndarën në popull si agimi i përhershëm. Adem Demashi nuk është vetemen. Ishte ndërgjegje, ishte qendres, ishte dritë në errësirë, vitet e burgut nuk e thyen, e bën më të fortë, më të thjellët, më të vendosur. Ai na mësoi se është liria, ai është dhuratë, është sakrificë. Ai na mësoi se dinjiteti nuk negocohet. Sot në 90 vjetorin e tina nuk përkujtojmë vetëm një jetë, përkujtojmë një epokë guximit, lavdi Bacës, lavdi frymës së tij të pashuar, por duhet edhe epilogu. 90 vjet emër, por përjetësi kujtim. Adem Demashi nuk vdes. Ai bën ndërgjegje. Sa herë që liria thret, emri i tij përgjigjet. Sepse disa njerëz nuk jetojnë vetëm për një jetë. Jetojnë sa një këmbë. I juj sak muji.
Faleminderit Sulmuja, faleminderit. Sulmuja të mirë 75 vjet.